Sot ndodhemi për demonstrimin e radhës, vazhdojmë me operacionet e gjetëve tek Ardhia dhe kryesisht do të flasim për heqjen e gjetëve të tepërt tek Ardhia. Ç'nën kupton heqja e gjetëve? Heqja e gjetëve tek Ardhia nuk është gjë tjetër vetëm se rradhimi dhe heqja e gjetëve në bazën e lastarit, heqja e gjetëve në bazën e lastarit dhe rreth veshulit të rrushit. Dhe është synimi kryesor. Synimi kryesor i heqjes së gjetëve është në radhë të parë ajrimi kur kemi densi të madhe të gjetëve dhe masë vegetative. E dyta, ndriçim sa më i mirë. Këto dy faktorë bën që synojmë që edhe faktorët minimizohen faktorët për përhapjen e sëmundjeve kërpudhore siç është brugu dhe hiri. Dhe një ndër faktorët synimi jon është që duke hequr gjethet e tepërta dhe të bazës, ne bëjmë një mbulim më të mirë me preparatet kimike që përdoren tek Ardhia për luftimin e sëmundjeve të brugut, të ardhis dhe të penjës. Kur dhe çfarë gjetësh duhet hequr? Si rregull, hiqen gjethet e vjetra dhe të dëmtuara rënd nga brugu ose hiri. Dhe koha më e përshtatshme, ne rekomandojmë që të jetë fillimi i pjekjes. Praktikat gabura në vendin tonë bëhen që fillojnë shumë herët, pa çelur dhe pa lidhur kokrën akoma, kemi raste që veprojnë me heqjen e gjetëve. Por ky është momenti i gabuar. Pse? Sepse gjethet e bazës akoma janë aktive, janë të formuar plotësisht, nuk kanë asnjë dëmtim. Dhe po të heqim kaq herët, sa që thash në këtë fazë pra, atëherë ne heqim një pjesë të sipërfaqes asimiluese dhe që është e dëshme sepse kjo sipërfaqe asimiluese do të kishte më shumë asimilate dhe më shumë ushqim për pemën e ardhisë. Pra, heqja herët kam ne është një dëm për ardhin. E dyta, kur të fillojmë të heqjen e gjetëve të poshtme të bazës, gjithmonë do të kemi parasysh të të krijuar një sipërfaqe ose një sasi gjetësh optimale, me qëllim që të përballojë ose ne plotësojë nevojat me asimilate. Kështu pra, në qoftë se veprojmë herët, ne akoma i kemi gjethet si stash aktive dhe heqim një pjesë të gjetëve kot dhe pjesa tjetër akoma nuk është as krijuar sipërfaqja e mjaftueshme për të kryer proceset dhe për të mbajtur ardhin me asimilate. Sa gjethe duhet heqim dhe si duhet i heqim këto gjethe. Zakonisht praktika është e tillë. Mund të hiqen gjithë gjethet e poshtme dhe lehet një paralel me veshulin, mund të hiqen gjithë gjethet edhe gjetja paralel me veshulin dhe mund të hiqen gjithë gjethet dhe një mbi veshulin. Zakonisht hiqen gjethet pra si shtat që janë të dëmtuara dhe deri tek veshuli. Pjesë të dëmtuar. Konkretisht si duhet veprojmë. Ja kemi rastin e një veshuli. Heqim gjethin e bazës dhe ky është rasti kur kemi lënë gjethin paralel me veshulin. Ka raste që hiqet edhe ky gjethe dhe lehet një gjethe mbi veshulin. Po ka raste që kur janë dëmtime të rënda nga hiri dhe brugu dhe faktorë tjerë, mund të hiqet edhe ky gjethe dhe të lehet veshulin. Çfarë do të kemi kujdes sipas zonave? Në zonën e ulët, në zonën ku jemi ne, në zonën e ulët vegetare, do të kemi shumë kujdes në heqjen e gjethe, sepse mund të kemi ekspozimin e veshulit nga rrezet e diellit. Mund të kemi ekspozimin e tepërt dhe çfarë ndodh? Sidomos te kultivarët e tavolinës, mund ta ndodhë djegje dhe prishje cilësisë. Kurse e kundërta, në zonat e freskëta dhe malore, kjo mund ndikojë në rritjen e cilësisë së veshulit. Pse thash e mirave është koha më e përshtatshme është në fazën e pjekjes, sepse kur kemi denduri dhe në fillon pjekja, mund të kemi procesi i dendurisë dhe mos aerosjes, mos ndriçimit, mund të çojë edhe në kalbin e veshulit ose të kokrave. Prandaj ky ajrim, ky ndriçim ndihmon që veshulët ose kalbja tek Ardhia të jetë minimale. Pra, edhe i do të kemi parasysh jo shumë herët, sepse akoma gjethet tani kemi në fazën e asimilimit maksimal, si thuash, pra duke hequr, duke vepruar shumë herët, veprojmë gabimisht. E dyta, në zonat malore mund të jetë ose në zonat ku ka lagështirë të tepërt, heqja është më e domosdoshme sa në zona kur s'kemi rreshje të dendura, dhe ajo që ka rëndësi të madhe është që gjithmonë do të kemi të kujdesshëm që ekspozimi ndaj diellit i veshulit mos jetë shumë i madh sepse mund të krijojë djegje.
Një gjë do të keni parasysh, kur shkoni sa herë të shkoni ke ardhia, ke çungu i ardhis, përveç këtij procesi që tham ne, pavarësisht se e kemi përmendur edhe në video tjera, pavarësisht se ne do ndërhyjmë edhe me hardit të tjera dhe me prerjen ose me këputjen e heqjen e sjetullorëve, por gjithmonë do të kemi parasysh që ardhin ta kontrollojnë dhe të heqin, mund të ndalë edhe si tha dhe mund të vazhdojmë me procesin e hardjes ose heqjes së sjetullorëve. Pra, si thua, sa herë të shkojmë, mund të kryejmë veprime komplekse, si thash, pra mund të bëjmë përsëri herje, mund të bëjmë përsëri heqje sjetullorësh, ose edhe në çungim ose heqje e majeve, ose çekang, ose pincim e tjere. Pra, këto menduam trajtojmë për sot. Në vite tjera do të vazhdojmë për format e punë të tjera që i kryen ardhis.